Mungesa e trajnerit tek flamurtari si dhe problematikat e tjera që lidhen me mungesën e konsultimit dhe përjashtimin e një kreditarëve ka ndikuar ndjeshëm në klimën brenda dhe jashtë skuadrës, duke sjellë kështu edhe mosbesim deri tek tifozët. Situata tek flamurtari sipas ish futbollistit të mirënjohur vlonjat Vasil Ruci mbetet problematike dhe kërkon zgjidhje të menjëhershme. Sipas tij ngjarjet e fundit në skuadër janë çështje që mund të konsiderohen të brendshme, por ato reflektohen drejt për drejt në opinionin publik dhe tek sportdarësit, duke ulur besimin e këtyre të fundit. Duhet kemi që një muaj ca, 2 muaj që gjë më themeltare sot e flamurtari është konsultimi. Ata trajnera që janë sot e flamurtari, duke qenë të dytë gjithkohon, kanë krijuar marrëdhënie të tjera me futbollistët. Këto lloj marrëdhënie në përgjithësi janë shumë të vështira për vendimarrje. Detyrimisht konsulta duhet të jetë shumë e madhe. Dhe konsulta duhet të jetë me njerëzit që kanë këta afër ekipit, siç janë, po të marrë shembull Fred Ferku, Aloan Birçe, që kanë një eksperiencë më të madhe. Kjo lloj konsulte do ketë vendimarrje më të sakta, më të mira, dhe besoj nëse do të jetë kështu, gjërat janë të mira për të qëndruar. Kemi një çështje trashe, cila komentohet? Ato janë çështje të cilat në përgjithësi ne flasim për ato çka kemi parë, por vendimet merren në korist të kujt kanë rënë. Dhe në raste të tilla do një pjekuri të mirë dhe vendimi duhet të jetë ndoshta i mirë që është marrë sepse kanë më shumë informacion njerëzit të cilët kanë thënë, por unë nga mendimi im besoj ajo që ka ndodhur është një gjë kaq e trash sa një futbollist me eksperiencë nuk e bën dot. Vendimin e qenit të nxituar apo ata e dinë më mirë vendimin. Por sido që të jetë, krijoj mosbesim tek tifozët. Krijoj mosbesim te tifozët dhe do ta kishte shumë të vështirë të ishte në fushë më. Sepse të parën që do ndeshesh me tifozët, të cilët nuk e pranuan atë gjë. Flamurtari renditet në vendin e fundit në Super League, ndërsa situata mbetet e vështirë për mbijetesën në kategori, ndërsa 2 javët e ardhshme cilësohen mjaft të rëndësishme për të arritur objektivin e ekipit vlonjat.